do të më marrë çdo kërcënim është serioz, derisa ai nuk qartësohet, po realiteti është se brigada e Veriut bashkë me mbrojtjen civile janë të shpolla nga qeveria e Kosovës e organizata terroriste dhe është shumë më lehtë të procesohen nga se burimi që gjithsesi adresimi vije sakt. Mendoj që është çështje tash të institucionet apo organet e Turqisë të merren drejt për drejt me të, dhe tash është një fazë që them kështu e ndijeshme edhe breshtë e sigurisë, edhe këto kërcënime zakonisht shpërfasen nga këto organizata që mendoj që mbrapavije kanë pra inteligjencën serbe dhe ruse, dhe gjithsesi do të marrim me seriozitet. Dhe kur jemi tek çështjet e sigurisë, kemi pa lajme të fundit pra që vijnë nga një vizitë që ishte ministri i mbrojtjes në detyrë pra EU Maqedonci atje rreth furnizimeve ushtarake nga Turqia. Si shihen këto veprime në këtë periudhë kohore, zoti Bishi? Mendoj që Turqia na kemë një partner tonë strategjik dhe është një fazë mirë dhe është graviton në rajonin pra e afërt, përveç marrëdhënieve të mira edhe politike, por edhe diplomatike, kemi edhe në fushën e sigurisë një përkas të jashtëzakonisht të mirë edhe në rrugët tona për antarësim në NATO, por në veçanti edhe me pajisje luftarake, dhe një fort mirë reagimet edhe të disa vendeve fqinjen, veçanti Serbisë, por edhe jo shtetet dashamirëse të Kosovës, kur filloi të Turqia të na pajisë, gjithsesi të pajisemi nga ata edhe me autoblinda, topa, pra armë apo raketa antiblind, dhe kjo gjithsesi pra ky panajër i armatimit shpërfaqe edhe një raketë supersonike apo balistike me një rrezë veprimi jashtëzakonisht të madhe e pa parë deri tash.